Bismillahirrahmanirrahim. Ja pra, dashti Zoti që ne të vim edhe tek i vend i bekuar, te vendi i shenjtë, pra te dëshmorët e luftës së Bedrit. Lufta e Bedrit, apo beteja e Bedrit, është beteja e parë në Islam. Është ballafaqimi i parë i muslimanëve në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë ardhur nga Medinja deri këtu, kanë ardhur në kamp. Qëllimi nuk ka ardhur që të vinë këtu të bëhet luftë, por qëllimi ka qenë krejt diçka tjetër. Pejgamberi me sahabët kanë pas qëllim diçka krejt tjetër, shumë të vogël, po Allahu dhul xhelal ka pas një qëllim shumë të madh. Cili ka qenë qëllimi i pejgamberit dhe sahabëve? Kanë dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nga Shami, prej Shamit, se Shami, pra Damasku, Shami dhe Mekka kanë qenë di epicentrat e tregtisë, të biznisit. Dhe karavanet e Mekjasve kanë shku në Sham, janë ngarkuar devet me mall, me pasuri, dhe kanë ardhur në Mekë, kanë bërë tregti. Pejgamberi kanë dëgjuar dhe ka dash, i ka nxjerr disa shok, disa sahabë që ta marrin me karavanin, me pasuri, se kanë pas të drejtë, nga se në Mekë i kanë lënë me shtëpi, me pasuri, me bagti, me krejt. Dhe kjo ka qenë drejtë e tyre që ta marrin atë pasurinë atyre, ta shfrytëzojnë. Nga ana tjetër që tregojnë atyre mushrikëve Mekë se këto ekzistojnë. Sa ato kanë thonë shku në Jethrib dhe u humbën më. Mirë po, Ebu Sufjani ka qenë udhëheqësi kryesor i karvanit, ka marrë vesh, kanë dëgjuar edhe ka ndru rrugën. Ato muslimanët që kanë dalë t'i pritin karvanit, s'janë. Ebu Sufjani e ka ndru rrugën dhe ka shku. Kur ka mrinë në Mekë, e ka lajmëruar këtë, e ka treguar këtë rast që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka desh të uzurpoj pasurinë e tyre. Edhe Ebu Xehli ka thonë, u kry kjo punë, na përgatisim ushtri, shkoj me sulmojnë Medinën edhe i zhdukim ata njerëz. Kjo ka qenë fjala e garanta e Ebu Xehlit. Ebu Sufjani pastaj ka pranuar Islamin, por Ebu Sufjani atëherë nuk ka qenë musliman. E ka lutë Ebu Xehlin e lëm barës. Ato kanë tentu, po s'kanë pas sukses, ne kemi shpëtu karavanin e lëm në vend. Ka qenë Ebu Sufjani më i mençur, mirë po Ebu Xehli, pse ka emrin Ebu Xehel, baba i ignorancës. Ebu Xehli ka ngull kam, ka thonë, jo, kem me shku, dhe ka të bu mbi 1000 ushtar, të ushqyer, me deve, të pasur, të veshur, të mbathur, me ka krejt kushtet për luft, kurse muslimant kanë qenë 314 ushtar, si emigrant, të lodhur, të raskapitur. Me gjitha to, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është ndalë aty ku e falëm i qindin, te xhamia. Xhamia mban emrin Xhamia Arish. Aty e ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e 17 të muajit të bekuar Ramazan. Ka qenë natë e xuma dhe në atë vend është lut pejgamberi gjithë natën Allahu dhul xhelal, derisa Allahu dhul xhelal i ka thënë Xhibrilin ta lajmëroj, o pejgamber, ti mos u dëshpëro, ti mos u mërzit, se me vete i ke 5000 melek. Nëse kanë nevojë, nëse keni nevojë për ndihmë, me laçet i ki gati një ushtri të fuqishme në krye me Xhibrili. Para mendo. E kështu ka qenë inkurajim. Edhe kështu që me laçet nuk kanë marrë pjesë në luftë fizikisht. Me laçet të shkojmë ta shohim kodrën ku kanë qëndruar me laçet, edhe kodra e mbajmin kodra e melekëve, e ngjujve. Dhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 17 ditë të muajit të bekuar të Ramazanit, nga se në kjo lufta e Bedrit ka ndodhur në vitin e dytë të hijretit, të shpërnguljes. Mirë po, është shumë urtësi e madhe se Allahu dhul xhelal, para se t'ja u lejon luftan, ja u ka bë fars agjerimin. Çka do të thotë agjërimi? Agjërimi do të thotë luftë me vetveten. Një herë ta mundish veten. E ai që agjonon Ramazanin e ka mund veten. Ai që thotë se na agjonoj Ramazan, ai s'e merr pjesë në luftë. Ai kurse Ramazanin se në agjonon, kurse dohanin se në le, ku do marrë pjesë në luftë? Prandaj agjërimi është bë fars para xhihadit. Agjërimi është bë fars natën e 3 të muajit Shaban, duke qëndruar pejgamberi në Rauda dhe ka ardhur Xhibrili ja ka bë fars agjërimin. Mandej është bë fars pra lufta e Bedrit. Dhe që këtu pra është vendi ku janë ballafaqur 314 musliman me mbi 1000 qafira, dhe kështu që Allahu dhul xhelal ju ka ndihmu. Musliman kanë ra shahid vetëm 14
që ta dëshkojmë dhe fotografim dhe shofëm vendin ku i kanë emna të radhitur 14 dëshmorë. Prej 314-ve, vetëm 14 kanë ra dëshmorë. Kurse mushrikët e Mekës, që kanë patur mbi 1000 ushtarë, dhe Ebu Gjehli kishte marrë dhe këngëtare me vete, kishte marrë dhe muzikantë me vete, që kur dhe t'i shkatrojmë muslimant, dhe t'a festojmë me kange, me valle, mirë po deshti Allahu Dhul Gjelal, që vetë Ebu Gjehli t'i mbese kryet që këtu te lufta të vendi apo të fusha e Bedrit. Dhe lufta e Bedrit ka zgatur vetëm një gjysdite, ka qenë dita e xumës, ka falë sabahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët dhe janë ballafaqur me mushrikët e Mekës dhe kanë fitu luftën. 70 mushrikë të Mekës që ati kanë ra, që atje i kanë hudhë me një grop, a këtu janë dëshmorët, shahidët, që atje me një grop i kanë hudhë 70 të vrarë, viktima, kurse edhe 70 i kanë zonë robë, pra minus 140 janë këthi prapë në Mekë, bashkë edhe Ebu Gjehli ka betur këtu pra në luftën e Bedrit. Kurse prej muslimanëve vetëm 14 kanë ra shahid dhe janë këthi muslimanë normal me fitore të madhe dhe Allahu Dhul Gjelal e ka quajtur pra luftën e Bedrit e ka përmend në Kur'an edhe quhet Gazvetul Bedril Kubra, beteja e Bedrit e lartë, e madhe dhe këtu ka fillu pra fitoria. Pra ki vend është për ta vizitu, ki vend është për ta kujtu, këto njerëz është për t'i mendu, për t'i kujtu, për të bë dua, se këto kanë qenë ato që në përmes të atyre, se na sot jemi musliman, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën, në tretën hiset natës, ju ka drejtu Allahu Dhul Gjelal, o Zot, nëse që këto zhduken, qëto 314, nëse këto zhduken, s'ka islam mo. Atëherë ato mushrikët dëshkojnë në Medine, edhe ato që kanë do t'i likvidojnë, edhe këtu vetë pejgamberi ka thonë. Nëse këto 114 zhduken, islam mo nuk ka. Shahadet mo në sipërfaqen e tokës nuk ka. Allahu Dhul Gjelal ka thonë mos u mërzit se ju jeni fitues. Edhe me të vërtet kanë fitu me lejen e Allahu Dhul Gjelal. Por me laqet kanë qenë si në Kurajim, nuk kanë marrë pjesë këtë duhet ta dim, nuk kanë marrë pjesë me laqet fizikisht, por musliman kanë qenë të garantum nëse bim në zorë dhe bim gjendje jo të lakmushme, i kemi me laqet me vete. Edhe kjo pra ju ka dhënë në Kurajim dhe muslimant me ndihmën e Allahut Dhul Gjelal kanë fitu. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Allahu Dhul Gjelal thot dërgimi i melaqeve ka qenë vetëm për si hariq, për forcim moral, kurse ndihma ka qenë veç prej Allahut. Prandaj njeriu nuk duhet pritje ndihmë prej askujt tjetër, por veç prej Allahut. Allahu na ndihmoft gjithmonë, Allahu na bashkoft me këtë shpirta të shenjtë, të bukur, të 14 dëshmorë që kanë rënë në këtë vend dhe ato janë më të dashurit e Allahut dhe janë dëshmorët më të lartë nga të gjithë dëshmorët tjerë, edhe pse Hamza në dime kemi vizitu, Hamza e ka vlerën e vetë, ama dëshmorët e Bedrit nuk zavendësohet. Allahu na bashkoft në xhenet inshallah. Allahu ju shpërblet. Bismillah.